Kryeministri Edi Rama ka zgjidhur të urojë mëngjesin e ditës së sotme me një reportazh të publikuar nga gazeta italiane La Repubblica, në të cilën synohet promovimi i turizmit kulturor të vendit tonë. Gazeta e njohur italiane sugjeron për turistët gjatë qëndrimit në Shqipëri edhe vizitën në bunkar. Ai kishte krijuar dhe 5 qytete bunker, më e madhja e realizuar në një kodër në Tiranë, do të shërbente si streh për Enver Hoxhën në rast pushtimi, dhe kishte 5 kate të nëndeshme dhe 102 dhoma, shkruan La Repubblica. Mirëmëngjes, dhe ju uroj dhe një ditë të mbarë në këtë artikull tërheqës për Shqipërinë, botuar në njërin prej gazetave më të rëndësishme italiane. Ky është postimi plot i kryeministrit në Facebook, i cili na drejton te ky artikull analitik në median italiane. Në artikullin e La Repubblica përshkruhet rruga e tranzicionit shqiptar nga ngjyrat e pallateve të komunizmit që ndryshuan kur Rama ishte kryetar bashkie, deri te projektet e njërit prej yjeve të arkitekturës Stefano Boerit për planin urbanistik të kryeqytetit. Kështu që dhe Tirana do të ketë pyllin e saj vertikal brenda vitit 2030, shkruan gazeta italiane. Ndërsa ju referohet bunkerve, La Repubblica shkruan për diktatorin Hoxha se natyrën e harlisur shqiptare e mbushi me 170.000 bunker, dhe mëtej tregon se çfarë po ndodh me këta bunker, duke rikujtuar projektin e Carlo Bolinos për ta transformuar bunkerin në një muzej që t'i tregonte botës misterin e komunizmit. Çdo dhomë i dedikohet një aspekti të veçantë të jetës asaj kohe, që nga dushi dezinfektues për të burgosurit politik, në ushqimoret e trishta tek tortura. Muzeu i quhet Bunkar dhe CNN e ka listuar këtë vit ndër 17 vendet për t'u vizituar. Bolino, që ndërkohë është bërë shtetas shqiptar, është drejtori artistik i këtij muzeu, shkruan La Repubblica. Pasi përshkruan me saktësi zhvillimet, por edhe problemet e mëdha të vendit, në fund La Repubblica shkruan se 50 vjet komunizëm nuk harohen sa hapen mbyllsyt, dhe prandaj procesi fshirjes nga kujtesa dhe ndjenja e fajit janë ende aty.